Se përket kësaj marrëveshje, por edhe marrëveshjes pasuese pra që do të jetë, sepse janë dy marrëveshje që realisht kanë të njëjtin synim. Është kjo me Agjencinë Franceze për Zhvillim apo AFD dhe tjetra është me Bankën Zhvillimore Gjermane, KfW. Kjo është një marrëveshje në shumë prej 80 milion, ngjashëm siç është edhe marrëveshja tjetër me KfW, pra janë dy marrëveshje me nga 80 milion euro, të cilat synojnë augmentimin apo rritjen e mbështetjes Republikës së Kosovës si vazhdimsi e asaj që kemi me planin e rritjes së Bashkimit Evropian. Pra dy shtetet kryesore të Bashkimit Evropian, Gjermania dhe Franca, të cilat kanë vendosur të na mbështesin si zgjatim apo si zgjerim i planit të rritjes që kemi në vlerë prej 882 milion euro. Në këtë rast i kemi dy marrëveshje prej dy shteteve pra me nga 10, parafërsisht 10% secila, me nga 80 milion, që në tërësi bëjnë 160 milion euro. Dhe ideja synimi këtu është që në kuadër të reformave që parashihen në planin e rritjes, të ketë thellim në reforma të më të tjeshme sa i përket sektorit të energjisë. Pra AFD franceze dhe KfW gjermane kanë vendosur të na mbështesin me reforma shtesë edhe në legjislacionin sekondar apo në reforma tjera institucionale të cilat nuk parashihen domosdoshmë në planin e rritjes në thellësinë e duhur, pra mund të ketë ndryshime apo akte ligjore, legjislacion primar që ndryshohet për planin të rritjes, ndërkaq me këto synimi është të rregullohet pastaj edhe struktura e legjislacionit sekondar apo akteve në ligjore, por edhe reforma të ndryshme në institucionet që kanë të bëjnë me sektorin e energjisë. Pra, si që thash, marrëveshja synon përshpejtoj tranzicionin e Kosovës drejt energjisë së gjelbërt, duke vendosur të zbatuar një kornizë politike dhe ligjore plotësisht të harmonizuar me aki të Bashkimit Evropian dhe Komunitetit të Energjisë, si dhe me zotimet ndërkombëtare të Qeverisë Republikës së Kosovës. Në këtë kuptim, pra objektivi i marrëveshjes është gjithashtu të mundsojë Republikës së Kosovës të arrijë dhe përmbush zotimet e saj ndërkombëtare, përfshirë edhe zotimet që rrjedhin nga deklarata e Sofjes për agjendën e gjelbërt për Ballkanin Perëndimor. Sa i përket kushteve të financimit, siç e thash, vlera totale e kredisë është 80 milion euro, ndërkaq kostzgjatja e saj është 12 vite këtim me 3 vite grace periud, pra 15 në total. Ndërkaq norma e interesit pra parashihet të jetë bazuar në Euribor 6 mujor me tarif të zotimit 0.5% në vit. Kjo është sa i përket AFD-s, ngjashëm është edhe ajo me KfW, por do ta përmend kur të vijmë aty. Faleminderit. Faleminderit shumë ministër. Hap diskutimin nga kolegët deputet, nëse dikush e dëshiron fjalën. Nëse jo, unë shkurt vetëm një pyetje, kur parashihet ministër tërheqja pjesës parë, sa pam kjo marrëveshje ka dy pjesë, domethënë pjesa e parë prej 40 milion euro dhe pjesa e dytë prej 40 milion euro të tjera. Dhe lidhet me afatin se nëse nuk tërhiqet brenda afatit të marrëveshjes, edhe kredia mund të anulohet nga dhënësi i kredisë. A mund të na specifikoni kur parashihet tërheqja e parë, transhit parë? Faleminderit. Faleminderit. Synimi, pra apo dinamika e punës që është paraparë sa i përket kësaj marrëveshje, por edhe atë me KfW, është që deri në fund të këtij viti pra të kompletohen reformat që parashihen në fazën e parë, ndërkaq faza e dytë të jetë në vitin 2027. Pra, nëse kompletohen gjitha reformat deri në fund të këtij viti, do të mund të kemi disbursimin e parë në fillim të vitit të ardhshëm apo në terminorin e parë, dhe ngjashëm pra pritet edhe për fazën e dytë, pra deri në fund vitit 2027 do të bëhet vlerësimi i përmbushjes së reformave, pastaj disbursimi i fundit do të jetë në fillim të vitit 2028. Faleminderit shumë. Nëse s'ka diskutime tjera nga antarët e komisionit, atëherë pas përfundimit diskutimeve, komisioni propozon kuvendet rekomandimet si në vijim. Të miratohet projekt ligje numër 10L016 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim për programin e kredisë të bazuar në politika. Bëhemi gati për votim, kolegë deputet. Kush është për? A kemi vota kundër? A kemi abstenime? Atëherë konstatoj që me 9 vota për, asnjë kundër dhe një abstenim, kalon edhe kjo marrëveshje. Komisioni miraton këtë marrëveshje dhe përcjell për kuvend të Kosovës. Tani në radhë kemi pikën e 4 të rendit ditës, që është
një marrëveshje ndërkombëtare gjithashtu. Shqyrtimi i projekt ligjit numër 10/017 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe KfW Frankfurt am Main për programin e kredisë bazuar në politika në sektorin e energjisë dhe klimës për Kosovën. Miratimi i kësaj marrëveshje përshpejton tranzicionin e Kosovës drejt energjisë së gjelbër të vendosur dhe zbatuar një kornizë politike dhe ligjore plotësisht harmonizuar me akuizët e Bashkimit Evropian dhe Komunitetin e Energjisë, si edhe me zotimin ndërkombëtare të Qeverisë së Kosovës. Marrëveshja mundson Republikës së Kosovës të arrijë të përmbushë zotimet e saj ndërkombëtare, përfshirë zotimet që rrjedhin nga deklarata e Sofjës për agjendën e gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Gjithashtu për arsyetimin dhe prezantimin e kësaj marrëveshje ndërkombëtare, na falni se a jemi në rregull, po. Kemi të ftuar Ministrin e Financave Zotri Kuran Muratin, që ja kalojmë fjalën për ta prezantuar këtë marrëveshje. Ministër, fjala për ju. Faleminderit. Siç e përmenda edhe në hyrje të pikës paraprake, pra bëhet fjalë për një pakë marrëveshjes, edhe kjo me Bankën Zhvillimore Gjermane, KfW, është e paraparë pra shumë më e njëjtë, 80 milion euro. Periudha e maturimit apo amortizimit është e njëjtë, pra është 15 vite ku 3 nga to janë grace periudhe, 12 vite tjera kthim, dhe kushtet e financimit pra është bazuar në Euriborin 6 mujor. Gjithashtu edhe kjo marrëveshje pra synon mbështetjen e reformave të politikave në sektorin e energjisë, konkretisht pra siç e thash zgjerimi i asaj që tashmë parashihet në planin e rritjes së Bashkimit Evropian, vetëm se këtu bëhet fjalë pra për pjesën e legjislacionit sekondar dhe reformave direkte sa i përket institucioneve në fushën e sektorit të energjisë. Prandaj për të mos e zgjatur më tepër, pra është marrëveshja e njëjtë apo në linjën e njëjtë me atë që ishte me Agjencinë Zhvillimore Franceze, por parasysh rëndësinë dhe peshën e kësaj marrëveshje, ju ftoj për miratim. Faleminderit shumë ministër, hap diskutimin nga anëtarët e komisionit, nëse dëshiron dikush fjalën. Nëse jo, atëherë bëjmë komisionin për buxhet. Propozon Kuvendit rekomandimin si në vijim. Të miratohet projekt ligji numër 10/017 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe KfW Frankfurt am Main për programin e kredisë të bazuar në politikën e sektorit të energjisë dhe klimës për Kosovën. Bëhemi gati për votim kolegë deputet. Kush është për? A ka vota kundër? A ka abstenim? Konstatoj që me 9 vota për, asnjë kundër dhe një abstenim kalon edhe kjo marrëveshje dhe përcillet për seancë të Kuvendit. Ju faleminderit shumë për kontributin koleg. Tani jemi te marrëveshja e 4 ndërkombëtare që është si pikë e rendit të ditës për mbledhjen e sotme, që është shqyrtimi i projektit numër 10/018 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin lehtësimi tregtisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor 2.0. Marrëveshja përfshin përmirësimin e korridorëve të eficiencës së kufirit, që përfshin investime në pikat prioritare të kalimit kufitar në korridoret tregtare të zgjedhura dhe zbatimin e reformave për lehtësimin e tregtisë dhe harmonizimin e procesit të Bashkimit Evropian dhe synon rritjen e konkurrueshmërisë së tregut dhe përfshin përmirësimin e sistemit të cilësisë për eksportet dhe për të plotësuar standardet e tregut të Bashkimit Evropian dhe përmirësimin e eficiencës së korridorëve të transportit. Projekti ka objektiv të rrisë eficiencën e tregtisë dhe transportit dhe të forcojë infrastrukturën cilësore në territorin e Republikës së Kosovës. Gjithashtu, për ta prezantuar këtë marrëveshje ndërkombëtare, është prezent Ministri i Financave Kuran Murati, me çka ja kaloj fjalën për prezantimin e projektit. Fjala për ju, ministër. Faleminderit, i nderuar kryetar. Kjo është një marrëveshje në kuadër të një projekti rajonal, pra që zbatohet nga Banka Botërore në bashkëpunim edhe me Bashkimin Evropian. Pra gjitha shtetet e rajonit tashmë kanë një marrëveshje të tillë, pra janë duke zbatuar një projekt të ngjashëm. Me qenë se bëhet fjalë pra për rregullimin e pikë kalimeve kufitare dhe përgatitjen e tyre për një tregti, pra dhe qarkullim sa më të lehtë të mallrave.
Dhe kjo i shërben, pra si që thash, konvergjimit drejt procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, ku qarkullimi apo liria dhe lehtësia qarkullimit të mallrave është njëra prej komponentave kyçe apo shtyllave kyçe të vetë Bashkimit Evropian. Marrëveshja është negociuar dhe finalizuar në kuadër të përpjekjeve të qeverisë së Republikës Kosovës me qëllim rritjen pra e cilësisë të operimeve sa i përket tregtisë së mallrave, transportit dhe infrastrukturës përkatëse në territorin e Republikës Kosovës. Marrëveshja parashet disa komponenta kyçe me anë të cilave parashihet përmirësimi i korridoreve dhe si dhe eficiencës pra në trajtimin në përkufi, pika kufitare duke investuar në pikat prioritare të kalimeve, në korridoret tregtare të zgjedhura dhe zbatimin e reformave për lehtësimin e tregtisë dhe harmonizimin me procedurat e Bashkimit Evropian. Për më shumë, marrëveshja parashet edhe rritjen e konkurrueshmërisë së tregut dhe përfshin përmirësimin e sistemeve të cilësisë për eksporte në mënyrë që të plotësohen standardet e tregut të BE-s. Vlera totale e financimit pra kredisi pas kësaj marrëveshje është 34.7 milion euro, mirë po siç e thash, meqense është një projekt rajonal dhe është i mbështetur edhe nga Bashkimi Evropian, projekti gjithashtu përfiton edhe një grant shtesë prej 12 milion eurove. Pra janë rreth 35 milion euro kredi dhe 12 milion euro tjera janë grant që në tërësi pra e çon marrëveshjen në rreth 47 milion euro. Marr parasysh pra rëndësinë e këtij projekti dhe nevojën për të ecur tutje sa i përket krijimit të infrastrukturës së nevojshme në procesin tonë drejt konvergjimit për integrim në Bashkimin Evropian, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit shumë ministër për prezantimin. Hap diskutimin. Nëse dikush nga anëtarët e komisionit të dëshiron fjalën. Po, deputeti Mërgem Dushtaku ka kërkuar fjalën. Fjala për ju, deputet. Faleminderit, minister. Po më intereson më shumë në falë që prej lojës prom, zonë halet shterë, po fatkeqësisht kemi fitu. Po më intereson më shumë të investimit konkrete. Çka investon me këtë projekt, çka më bulën, më thon kredia. Sepse kështu po duket e bukur në fjalë, e di që është më thon projekt rajonal, por neve si deputet na duhet edhe të saktësojmë se të janë investimet konkrete që ku të marrët një kredi të caktuar të dimë edhe për çka pikërisht ndoren. Faleminderit. Faleminderit deputet. Ministër, fjala për ju. Po. Pra, si që përmenda, projekti ka disa komponente. Njëra është për shembull rregullimi i korridoreve dhe efikasitetit në pikëkalimet kufitare. Pra, këtu duhet të rindërtohen apo të ridizajnohen edhe pikëkalimet kufitare në mënyrë që të plotësojnë standardet e Bashkimit Evropian. Kjo ka nevojë për investim kapital. Këtu pastaj parashihet edhe investimi në ato që quhet National Single Window apo digitalizimi i proceseve në mënyrë që të lehtësohet qarkullimi, pra të bëhet lajmërimi apo prezantimi i mallrave dhe para arritjes gjithçka të jetë digitalizuar, e për më tepër pra parashihet edhe blerja e instrumenteve apo kapaciteteve pajisjeve shtesë, siç është tazëm skanerët. Një tashmë kemi donacion nga shteti amerikan, por ideja është që të blehen skaner shtesë. E njëra komponent këtu është edhe blerja e skanerëve për pikat tjera kufitare, siç e kemi parë pra investimin në ta është ka kthim të madh, sepse vetëm në muajin apo 2 muajt e parë tashmë janë zënë blera të mallrave apo parave të padeklaruara që përndryshe ndoshta nuk do të kishte qenë mundur të identifikoheshin. Pra përmes atij skaneri tashmë ka la vetë. Dhe ideja është përmes këtij projekti të ketë edhe shtyp në pika tjera kufitare. Faleminderit, ministër. Dikush tjetër nga anëtarët e komisionit? Nëse jo, atëherë pas përfundimit diskutimeve, Komisioni për Buxhet propozon kuvendet e rekomandimin si në vijim. Të miratohet projekt ligji numër 10/018 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Asociacionit Ndërkombëtar për zhvillim për projektin lehtësimit tregtisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor 2.0. Bëhemi gati për votim, kolegë deputet. Kush është për? A kemi vota kundër? A kemi abstenim? Konstatoj që me 9 vota për, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim, kalon edhe kjo marrëveshje dhe i përcillet seancës për diskutim dhe votim.